Zoti Guri, në fakt keni qenë në qendër të vëmendjes, pra diaspora shqiptare në Greqi, jo vetëm për çështjen aq të debatueshme të zarfeve me post, pra me votën, vonesat, mosardhja, beteja tashmë e opozitës për të mos t'i numëruar, apo edhe beteja edhe brenda KQZ-s, KQZ dhe KAS, ku KQZ thot të lihen me njan, KAS thot të anullohet vendimi, KQZ thot përsëri nuk e kemi marrë akoma këtë vendim, por fillimisht çfarë ndodhi, pse ishte kaq e vështirë të vinin këto zarfe pra nga ana e Greqisë, nga një vend fqinj me ne? Na dëshpëron fakti që edhe Greqia, diaspora, u bë mollë sherrri për spektrin politik në Shqipëri më tepër që të dy forcat politike si e djathta që sot pretendon që janë komunituar votat e diasporës, aq më tepër dhe qeveria në pushtetin e cila është interesuar për diasporën shqiptare vetëm për të fundit. Pra të dy forcat politike janë përgjegjëse të çpopullimit të Shqipërisë dhe është e patolerueshme, është e pafashme për ne sot e kryesisht për ata që të ngrenë akuza për manipulim vote edhe në Greqi. Në kjo se opozita vërtet mendon se është manipuluar vota e shqiptarëve të Greqisë, akuzën duhet të drejtojë DHL-s dhe autoritetet greke sepse në Greqi është e pamundur manipulimi i votës. Është shumë e vështirë dhe kush tenton dhe ka fakte i drejtohet gjykatës se gjykata apo organet kompetente hetohen dhe më pas gjykata merr vendime rufe në raste të tilla. Gjithsesi është dëshpëruese e them edhe një herë që sot është kthyer në mund të shpërri diaspora që ka treguar dinamikën, vullnetin dhe dëshirën e saj për të qenë prezente dhe për të ofruar energji të reja politikës shqiptare, siç ka bërë për 3 dekada gjysmë me reemitancat, me trurin e saj, me përfaqësinë e saj dinjitoze dhe me atë përpjekje kaq galopante që ka bërë diaspora shqiptare për të integuar në familjen evropiane, dhe sot Greqia kthehet në mollsherri të dy forcave politike. Qartë. Për të vazhduar edhe pak debatin pikërisht për këtë çështje për vonesat. Kaq e vështirë ishte të vinin votat e emigrantëve tanë nga ishujt, pasi u debatua shumë për ishujt e Greqisë që nuk kishin mundësi posta t'i sillte deri në Athinë apo nga Athina deri në Leipzig më pas. Le të sqarojmë dy gjëra për teleshikuesat dhe për bashkëtarët tanë. Greqia ka një problem në përgjithësi si administrat, por edhe në mënyrë të funksionuari. Me sa kemi konstatuar edhe në vende tjera të Evropës, por kryesisht në Greqi, zarfet kur shkojnë në banesa apo në adresat të deklaruara, jo me çdo kusht jepet dhe dorëzohet në dorë të çdo priksi. Por shpesh herë ato vendosen tek hyrja e pallatit apo ke hyrja e shtëpisë apo në një vend të caktuar dhe është e pamundur që në çdo banesë apo çdo pallat që shkosh sot të mos jesh disa dhjetra zarfe në to. Pra është një proces i zakonshëm. Ndaj dhe këtë radhë DHL-ja apo kryesisht kompanitë nën-kontraktore, të cilat proceduan në këtë formë. Nëse kishte problematik, po, kishte problematik, edhe ne si diaspora kemi konstatuar këtë gjë, pasi edhe ne shprehëm dëshirën dhe ofruam ndihmën tonë që të gjithë bashkëtarët tanë të shprehin vullnetin e tyre të votonin atë forcë politike që ta mendonin, të djathtë, të majtë, të qendrës apo çdo partie politike. Por nga ana tjetër nuk mundet dhe është patolerueshme ta akuzosh diasporën për manipulim vote. Në çdo vend të botës, në vend demokratik, akuzat politike bazohen në fakte dhe faktet çohen me denoncime konkrete në organet kompetente. Le të themi edhe një sqarim të lidhur të procedurës së si funksionojnë postat në Greqi. DHL-ja bëri disa nën-kontrata për të shërbyer më shpejt bashkëtarëve tanë, sepse ishte një volum shumë i madh zarfe, dhe ishte pamundur që të shërbejnë një kohë shumë të shkurtër. Ndaj dhe u krijoi një